Ditën e sotme është mbajtur seanca ndaj Naim Murselit, i cili vrau bashkëshorten e tij. Për të folur mbi detaje më shumë në këtë seancë kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Faton, a mund na thoni pak se çfarë ka ndalë më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje? Po, prokuroria e rastit ka paraqitur disa fakte dhe disa argumente të cilat e bëjnë të pamundur që mbrojtja e Naim Murselit të pretendojë që Naimi nuk është i përfshirë në këtë rast. Pra, prokuroria ka nxjerrë disa mesazhe, kontakte që Naim Murseli kishte pasur tashmë me të dyshuarin për vrasje Granit Plavën. Këto kontakte janë mes datave 23 deri me 29 nëntor të vitit 2023, pra kur edhe ka ndodhur akti i vrasjes së Liridon Ademajt. Pra në mes të këtyre bisedave dhe që kishte pasur tashmë i dyshuari kryesor që ka dhënë urdhër pra ish bashkëshortit i Liridon Ademajt, pra Naim Murseli, aty Naimi pra shihet shumë qartë që ka bashkëpunuar me Granit Plavën, duke i dhënë edhe urdhra, duke i thënë që shoku i nesër duhet kryet kjo punë, pra duke aluduar në vrasjen e Liridonës. Kështu që gjitha këto argumente dhe fakte që janë nxjerrë nga biseda që kishte pasur Naim Murseli me Granit Plavën përmes WhatsAppit janë argumente dhe dëshmi të forta për implikimin e Naim Murselit. Shto këto faktin që sipas prokurorisë gjithmonë Naim Murseli pra ka një borxh të madh që afër gjysmë milion euro, pra saktësisht 475.000 euro, vetëm ato që dihen, pra Naimi kishte borxh dhe për të mbuluar këtë borxh Naimi kishte sajuar vrasjen e Liridonës, me qenë se Liridona nga shteti i Suedis do të përfitonte rreth 300.000 euro për shkak të siguracionit që vetë Naimi ja kishte bërë. Kështu që gjithë këto janë detaje të reja të cilat dolën në seancën e sotme dhe seanca e radhës është caktuar me 12 dhjetor. Fatona, kemi informacion se realisht sa veta kanë bashkëpunuar në këtë ngjarje dhe kur është vendosur, pra kur e ka vendosur Naim Murseli që të vrasë bashkëshorten e tij? Pra, Naimi e kishte vendosur qysh më herët, mirë po kontaktet kanë filluar diku në mes të nëntorit, respektivisht Naimi për herë të parë përmes kokallës që ishte i afërm i tij dhe pjesëtar i TMK-s kishte kontaktuar, cilët Naimi fillimisht i kishte thënë se a e merr ti përgjegjësinë për vrasjen e Liridonës, ai kishte thënë jo, mirë po unë mund ta gjej një njerëz. Pra, duke edhe kishte gjetur në Granit Plavën se njeriu i cili do ta kryej këtë rast. Pra vetëm janë 3 persona që dihen që cilët janë para burgim, cilët janë të implikuar në këtë rast. Ka qenë një person i tjetër i cili personi i cili e ka shit armën Granit Plavës, mirë po ai ka thënë që unë nuk e kam ditë për çfarë arsye po e blenin, ai e ka pranuar pra përgjegjësinë për shitjen e armës, është gjobitur me 5.000 euro dhe diku 3 vjet burg, dhe ai pra e ka pranuar aktin, ndërsa këta tjerë ende Naimi pra Granit Plava dhe kokalla nuk e kanë pranuar dhe po vazhdon gjykimin ndaj tyre. Është një detaj shumë interesant që ka dalë sot gjatë gjykimit, është dëshmia e babait të Naim Murselit, pra Shabanit, i cili ishte thirrur në këtë seancë, mirë po i cili ka njoftuar që nuk mund të marrë pjesë. Dhe prokuroria ka lexuar dëshminë e tij, të cilën e kishte dhënë me 6 dhjetor të vitit 2023, pra vetëm 7 ditë pas vrasjes së Liridonës, dhe ai kishte thënë që Naimi ka pasur me vetmin person që sipas tij ka pasur një konflikt ka qenë me kanunin. Kanuni është pra një emër i një personi të cilin Naimi e ka djalë të hallës, dhe sipas tyre pra kishte pas një flirt ose një lidhje të Naimit me gruan e tij. Dhe nga këtu ka filluar situata në filla e konflikteve mes çiftit Murseli
gjë që pastaj edhe ka agravuar. Mirë po kjo duket se nuk ka qenë vetëm arsyeja kryesore e vrasjes së Liridonës, mirë po është një detaj shumë interesant, kurse krisja e raporteve mes Liridonës dhe Naimit, pra është pikërisht se Liridona kishte kuptuar tashmë se Naimi e kishte trajtuar me një person të afërm të familjes së tij, që respektivisht gruan e djalit hollës tij, gjë që edhe vet Shabani, pra baboi i Naimit, e ka përmendur në deklaratën e tij që e ka dhënë në polici. Dhe sot do lexuam me qenë se personin e fjalë nuk ka të premten ka njoftuar që nuk mund të jetë i pranishëm për shkak se gjendet në Suedi. Mirë po, edhe kjo deklaratë duket shumë reale, sepse përkën me ngritjen e këtij akuzës. Në ngritjen e këtij akuzës, prokuroria ka përmendur dy elemente të cilat sipas saj janë ato që e kanë quar në vrasjen e Liridonës. E para, grindjet në qeft që kanë filluar pikërisht me rastin e fjalë, dhe e dyta për shkak të lakmisë të Naimit për shkak të siguracionit për të përfituar atë shumën rreth 300.000 euro ose 3 milion krona, që përkthehet në euro dikun i bie over 280.000-290.000 euro. Dhe Naimi, për të mbuluar borxhet që i kishte dhe të cilët njerëz po ja kërkonin, e kishte gjetur, si më thon, me një guri t'i vriste dy zogj. Edhe njëra anë të largonte Liridonën, e cila ishte bërë pengesë që ai të vazhdonte raportin e tij me gruan e fjalë, dhe e dyta të përfitonte dhe të shlynte borxhet. Fatona, kemi informacion se si është zbuluar marrëdhënia e Naimit me të afërmen e Liridonës? Nuk dihet, mirë po dihet që Liridona e ka zbuluar këtë, dhe Naimi duket që nuk ka pasur arsye tjetër për shkak se Liridona i kishte nxjerrë mesazhe që kishin shkëmbyer me njëri tjetrin, mirë po i kishte thënë që për hir të fëmijëve ne do të rrim bashkë, edhe Naimi kishte premtuar që tashmë kjo nuk do të vazhdonte më. Kështu që ishte, si thua, një marrëveshje për hir të fëmijëve, për të ruajtur familjen nga ndarja, me qenë se fëmijët ishin shumë të vegjël, dhe për hir të kësaj ishin pranuar që mes premtimit të Naimit që më nuk do ta përsëriste, dhe mes zemërgjërsisë së Liridonës për t'ia folur për hir të fëmijëve. Mirë po, duket që Liridona kishte shpirtin aq të madh, aq bujar, sa për të qëndruar me një kriminal i cili në fund edhe ja mori jetën. Pra kjo është, si më thon, pra për hir të ruajtjes së familjes, Liridona ishte në gjendje edhe për ta folur, mirë po duket që ajo i kushtoi me jetë. Fatona, ka pasur ndonjë dyshim nga të afërmit e Liridonës se Naim Murseli mund të shkonte deri aty sa t'ia merrte jetën? Deri më tani nuk ka një informacion tillë, pra nuk dihet, edhe vetë Liridona nuk, me të thënë drejtën, nuk është se e kishte nohatur rrezikun që i vinte nga Naimi, sepse Naimi është një njeri që ka probleme të shumta me personalitetin e tij, pra njeri që vuan për shkak të personalitetit të dyfisht të tij. Ai është njeri i cili vazhdimisht ka qenë, si thua, në luftë me egon e tij për ta përmbushur, dhe nëse e kem parë llogaritë e tij në Facebook, ai gjithmonë ka dalë me njerëz të famshëm, gjithmonë i është imponuar njerëzve për të bërë foto. Pra ka qenë njeri i cili ka vujtur nga kjo pjesë, pra që duket gjithmonë i famshëm, duket gjithmonë njeri i ngritur etj etj. Kështu që në këtë kuptim Naimi, pra, ka rregullime të personalitetit të tij, dhe këto duket se është shumë e vështirë njerëz të tillë me i nuhat, sepse janë aq të mpret për të bërë dredhira, sa është shpesh herë shumë vështirë për ta kuptuar se cili është versioni i tij i vërtetë. Kështu që Naimi e ka shfrytzuar këtë në kurriz të butësisë dhe xhamërsisë së Liridonës, e cila përveç kësaj pjese ishte e përkushtuar edhe për të ruajtur familjen, për të rritur dy fëmijë të vegjël, të cilët ajo i donte dhe i rriste me dashuri. Kështu që është, si thua, fati i keq i saj që i kishte rënë, si thua, fjala hise, të takonte njeri i cili në fund ja mori jetën. Kështu që në këtë kuptim, gjithë ajo që
është në gjithë këtë proces tashmë që jemi, e rëndësishme është që Naim Morseli të merr dënimin e merituar dhe të jetë një mesazh edhe për gjithë ata të tjerë që gratë kur të martohen njerëz duhet të martohen me dashuri dhe derisa të ketë dashuri duhet të qëndrojnë bashkë. Momentin kur nuk ka më dashuri dhe kur futet interesi, më mirë është më ndohë sa me përfundu kështu pra me viktima. Shto këtu faktin që tashmë 2 fëmijë kanë mbet jetim, cilët po rriten pa nën dhe pa baba. Dhe kështu që është shumë e rëndë edhe më tepër edhe për vetë fëmijët cilët tashmë po rriten në një qendër strehimore në Suedi përkundër gjithë kushteve të mira financiare, ekonomike që i kanë, atyve ju mungon ngrohtësia, dashuria nënës, të cilën kur më nuk do ta kenë për shkak se baboi tyre kriminal e orkestroi gjithë këtë vrasje për përfitime monetare. Faton, kur pritet që të mbyllet gjyqi dhe të kemi një vendim lidhur me vrasjen që kreu Naim Morseli? Besoj që në pranverën e vitit tashëm mund të ketë një gjykim të formës së prerë për shkak se detajet të reja vazhdimisht po dalin në dritë. Kështu që seanca e 12 dhjetorit unë besoj që do të jetë e fundit për këtë vit, shto faktin që pastaj do të kem festat e fund vitit dhe festat e fillim të vitit tashëm, me pak fjalë besoj që në fund shkurtit, eventualisht në fillim të marsit, të mbyllet ky proces. Me familjen e Liridon Ademajt, e cila po e ndjek me kuriozitet madh gjithë ecurinë e këtij procesi, me shpresën që kryersi i kësaj vrasje, po edhe personi i cili e ka nxit dhe ka paguar të marrin dënimin kapital, që është dënimi me burgim të përjetshëm. Kështu që po them prap, në fillim të marsit më së largu besoj që do të kryhet për shkak se nuk ka dhe shumë dëshmitarë të cilët pritet të dëshmojnë përveç babait të Naimit, i cili nuk ka pranuar që të vijë të dëshmojë, mirë po organet e drejtësisë në Kosovë kanë gjitha mekanizmat për ta detyruar që të vijë edhe qoftë me forcën e ligjit. Faton, faleminderit shumë për gjithë informacionet që përcollët në VIP Magazin. Faleminderit juve.